Cili prej tyre, deri te ata që janë të veçantë si Musa Snajperisti Kosharës, Snajperisti Kosharës. Do të gjitje për të e përshëndesme. E kena pos para do emisione. Njeri që ka dhonë kërë ka posë Amerikë, ka shiti, ka dhonë, ka ardhë me luftu në Koshare, edhe se jetë brrë. Pyk. Pyk pra. Me ta pyk për një pyk. Pa absolut, jetë pyk për një pyk, se pyka e vetë e ka cilë që situatë. Sa dim na për talentet e fëmijëve në mërgim, sa i kemi angazhuat a këtu, veç kemi kërë sa pare për në qojnë, sa për mujë mi shfridzu, sa vota bima. Kjo është mas e vërtet. Do të me pas një farkarari, se shteti bëjbën 18 vjetë, që ose 18 vjetë një shtet, e ke kaliu kohën e adoleshencës, ke maturu, dhe Bashkia Europiane nuk thot që jetë ignorant e i primitiv. Kërkua më martu me kryu familje, ti i shtet, 18 vjetë, me 17 shkurt, i bojnë 18 vjetë shtet. Ja, 18 vjetë shtet, me vendime fëmijaqe. Halo me lipore? Ja, këtu dikush e libri shëplak, unë nuk kam folë për këte, edhe s'kam dash me shku në emisionin asjerë, deri sa ti bojnë 18 vjetë shtetit, sepse na kanë sha, na kanë fy, na kanë ofendu, s'kanë lanë gjë pa thonë armisht tonë për ne. Krejtë si s'kanë qenë të vërteta. E tash flasim edhe na kundër e të thimi se jemi të këqi, jemi kështu. A pasha besën jemi. Pasha besën ka do pjesë që me të vërtet meritojnë. E ato punë do të me mëri edukimi për mes denimeve që i bën shteti. Tash është, në falë një moment që problem. Se tash kur shteti i bën 18 vjetë, fillën rindërtimi katastral, që eliminon gjitha hajnit e tokave e mosmarrveshjet për pronësi. Tash në 32 komunat e Kosovës veç ka fillu me një qershor, rindërtimi katastral, tash eliminohen ato. Po s'ka përmet Vishgrandi, bro. Afërsisht Vishgrandi s'ka me me të pronari i vërtet, e të pronari i shpifur i mashtrus. Kjo forma që edukon shteti popullatën, sepse mos përpos edukim, mos përpos inspekcion, edhe Gjermante këshin hangër shtetin për 6 muaj. Tybe s'kish pagu, kush tatime, gjithi këshim shef tatimet, po shteti ka për detyrë, shteti demokratik, me mbledh taksën për me investu, me bon infrastrukturën qytetarit, me letu jetën. E vërtet. Unë e shpesh thamë që na shqiptarët jena qash popull interesant sa që edhe fjallë të urta i kena bo në razë. Ako fjallë të urta alo mo? Mosi, ja. Është një ekonomist, Isak Adizhes, babën e ti